Ky dokumentar është përfundimi i një sër aktivitetesh dhe shërbimesh që agjencia jonë qeveritare ka realizuar në Shqipëri për gjatë viteve të fundit. Agjencia ICE e mbështet ndërkombëtarizimin e shoqërive italiane nëpërmjet ofrimit të shërbimeve mbi tregje të ndryshme, si dhe kompanive shqiptare të cilat dëshirojnë të ndërmarrin raporte biznesi me shoqëritë italiane. Sigurisht për arritjen e qëllimeve ne punojmë në një ide sistemi me institucionet italiane të pranishme në këtë vend, si dhe me organizmat qeveritare shqiptare. Agjencia gjithashtu është zbatuese e ligjit 84/2001, që u krijua për të mbështetur vendet ballkanike në procesin e tyre të standardizimit, rindërtimit dhe zhvillimit. Në këtë mënyrë, kemi aktivizuar pranë zyrës son një desk i cili dialogon me ministritë në Shqipëri për të monitoruar në një ide zhvillimi nevojat e funksionarëve të tyre për formim. Shumë janë aktivitetet që kemi realizuar nëpërmjet deskut të ligjit 84/2001. Së fundmi kemi organizuar një seminar të rëndësishëm mbi inovacionin, i cili ka qenë një nxitje e rëndësishme për sipërmarrjet e të dy vendeve tona. Shqipëria e sotme është një vend i orientuar drejt zhvillimit mbi bazën e standardeve ndërkombëtare dhe ato europiane. Gjatë 10 vjeçarit fundit, Shqipëria ka realizuar progrese të rëndësishme në drejtim të një ekonomie moderne dhe sërish paraqet potenciale shumë të mëdha zhvillimi. Qeveria shqiptare konsideron zhvillimin e shoqërisë së informacionit, si dhe përhapjen e teknologjisë së informacionit e të komunikimit, një nga përparësitë kryesore për rritjen ekonomike dhe arritjen e standardeve të larta të jetesës. Një zhvillim i shpejtë është regjistruar vitet e fundit drejt qeverisjes elektronike, i shërbimeve, edukimit elektronik dhe i biznesit. Në kuadrin e shërbimeve publike ofruar qytetarëve dhe sipërmarrjeve, veçanërisht i rëndësishëm është portali unik qeveritar, financuar nga Bashkimi Evropian me vlerë 2.3 milion euro. Portali është ndërmarrë me nismën e Ministrit për Inovacionin dhe Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë së Informacionit. Portali e-Albania është projektuar që të ndërveprojë si një qark inteligjent, duke u transformuar kështu në një pikë të vetme aksesi për shërbimet e ofruara nga administrata publike. Aktualisht portali ka një karakter informues dhe së shpejti do të aktivizohet sistemi i gjurmëeshmërisë, i cili do t'i mundsojë kompanive gjurmëeshmërinë e aplikimeve pranë qendrës kombëtare të regjistrimit, qendrës kombëtare të licencimit dhe Agjencisë së Prokurimeve Publike. Për qeverinë shqiptare, inovacioni, modernizimi bëhet në shumë mënyra, por mënyra kryesore mendoj është ajo e digitalizimit. Pra, që të kemi një shoqëri, të kemi njerëz që e përdorin rëndom internetin dhe të kemi një qeveri e cila shërbimet e saj për publikun, për qytetarët, biznesin e tjerët, i jep online. Dhe legjislacioni tashmë është i plotë, është i miratuar, gjithmonë ka nevojë për plotësime apo për përmirësime, por në përgjithësi ligjet shqiptare kanë konvertuar akin komunitar, ligjin e Bashkimit Evropian. Ato sigurojnë konkurrencën dhe rregullat e duhura në treg, dhe kjo ka çuar që operatorët e tregut, investitorët të ofrojnë internet një numri të lartë popullsisë që është rritur në mënyrë dinamike. Imagjinoni në 2005 ishte vetëm 4.8%, sot është mbi 60%. Dhe investimet nuk kanë munguar nga sektori privat, por qeveria ka luajtur rolin e saj në fillim duke krijuar personelin e kualifikuar. Dhe me këtë dua të them informaticienët. Është 8 fishuar krahasuar me 2005-ën numri i studentëve që studiojnë në fakultetet e informatikës apo e shkencave të lidhura me to. Çka do thotë që nëse në Shqipëri do të rriten, do krijohen, do zhvillohen kompanitë e softwareve, kompanitë e informatikës, kompanitë e sektorit digital, ata kanë punonjës të kualifikuar. Kuptohet me kualifikim në universitetit që vazhdon më tej në forma të ndryshme gjatë gjithë jetës. Por
Ajo që ka bërë qeveria është që mënyrën e funksionimit saj të brendshëm ta digitalizoj, ta kompjuterizoj dhe mënyrën e ndërveprimit me palët e jashtme, përmend qytetarin, përmend biznesin, përmend agjensitë tjera shtetërore apo parashtetërore, komunikimi bëhet online. Dhe këtu ka një avantazh jashtëzakonisht madh. Qeveria bëhet më efektive, gjërat kushtojnë më pak, kryhen në një kohë më të shkurtër, por avantazhi më i madh është lehtësia e përdorimit nga ana e qytetarit, biznesit e kështu me radhë. Bëhen gjërat, veprimet, merren lejet nga kompjuteri i shtëpisë apo edhe nga celulari. Tashmë që kemi smartphone me 3G, së afërmi shpresoj 4G, pra të brezit 4, kemi një shpejtësi mjaftueshme për të bërë shumë veprime, jo vetëm për të parë statusin e Facebookut apo për të hedhur postime aty, por edhe përmes shërbimeve online, të regjistrosh automjetin, të aplikosh për patentën lejen e drejtimit shoferit, të regjistrohesh në maturën shtetërore, siç bën së fundmi afër 40.000 maturant. Një nga shërbimet elektronike që u ofrua këtë vit dhe që u përdor masivisht për të regjistruar në provimet që çelin siparin e universitetit. Teknologjia, eksperienca dhe investimet e huaja përfaqësojnë stimujt më të rëndësishëm për inovacionin, duke u nisur nga agenda aktuale strategjike e kërkimit në sektorin e teknologjisë së informacionit e të komunikimit, agjendë pikësynimi i së cilës është përforcimi i bashkëpunimit me Bashkimin Evropian dhe vendet e Ballkanit Perëndimor. Shumë e rëndësishme ka qenë mbështetja e Bashkimit Evropian për periudhën 2010-2011 nëpërmjet projektit Inovacioni është biznes me një vlerë prej 2 milion euro. Në kuadër të këtij projekti, pranë Agjencisë Shqiptare të Zhvillimit të Investimeve është krijuar qendra për ndërmjetësim dhe inovacion. Rëndësi të veçantë ka kuadri strategjik për zhvillimin e inovacionit dhe teknologjisë për ndërmarrjet e vogla të mesme, referuar periudhës 2011-2016. Ky dokument përcakton objektiva që kanë të bëjnë për shembull me thithjen e inovacioneve teknologjike nga jashtë, rritjen e orientimit drejt inovacionit produktit dhe procesit, nxitjen e inovacionit në sektor strategjik të ekonomisë shqiptare, krijimin e sipërmarrjeve të reja inovative, përmirësimin e kompetencave brenda shoqërive nëpërmjet sistemit formimit dhe përhapjen e një ndjeshmërie më të madhe drejt inovacionit. Politikat në lidhje me inovacionin dhe teknologjitë për sipërmarrjet janë të orientuara drejt krijimit të një lidhje logjike, si dhe të plotësimit të boshllëqeve midis politikave për zhvillimin e ndërmarrjeve të vogla e të mesme e atyre për shkencën dhe zhvillimin e teknologjisë. Në këtë kontekst, më 17 dhjetor 2007, Bashkimi Evropian nënshkroi me Shqipërinë një protokoll bashkëpunimi, duke i mundësuar kështu pjesëmarrje në programin e 7 kuadër për kërkim dhe zhvillim teknologjik, referuar periudhës 2007-2013. Statusi i vendit antar i lejoi Shqipërisë të marrë pjesë nga 1 janari 2008 në ftesat e ndryshme për shprehje interesi mbi bazën e kushteve të barabarta me të gjitha vendet e Bashkimit Evropian. Marrëveshja konsiderohet një hap i rëndësishëm në procesin e integrimit evropian, pasi i ka mundësuar universiteteve të krijojnë lidhje bashkëpunimi me palët europiane, duke përmirësuar kështu kompetencat në fushën shkencore, teknologjike dhe atë inovative. Sono estremamente lieto che l'ufficio ICE abbia deciso di avviare questa iniziativa nel campo del progresso tecnologico. Jam jashtëzakonisht i kënaqur që zyra ICE ka ndërmarrë këtë nismë në fushën e progresit teknologjik në mënyrë që këtu në Shqipëri të vijnë në dukje sektorët e rëndësishëm të ekonomisë italiane. Ritengo infatti che se l'Italia è già molto conosciuta in alcuni settori. Në fakt mendoj se nëse Italia është tashmë shumë e njohur në disa sektorë të zhvilluar të teknologjisë, sikurse mund të jetë ai i veshjeve, tekstili, moda, agroindustria, në vende si Shqipëria mbase nuk ka vetdije mbi ato që janë edhe pikat tona të forcës në fushën e teknologjisë. Forza nel settore tecnologico.
L'Italia ha invece da offrire. Italia ka shumë për të ofruar, si në terma bashkëpunimi ashtu edhe në terma produkti, pra rezultatin e një përparimi të fortë teknologjik në sektor kryesor si studimi, ndërtimi dhe aplikimi i robotëve, disa produkte të rëndësishme në fushën e mekanikës, si dhe në atë të informatikës. Di eccellenza e anche nel campo dell'informatica. Vi è qui un terreno molto fertile e la possibilità. Këtu ka një terren që ofron mundësi të shumta për të ndërmarrë nisma interesante bashkëpunimi ndërmjet dy vendeve tona fal edhe nivelit lartë njohurive, kryesisht për sa i përket faktorit njerëzor dhe traditës që Shqipëria ka në shkencat eksakte. Delle interessanti attività di cooperazione fra i nostri due paesi. Tale forme di cooperazione potranno assumere. Këto forma bashkëpunimi mund të konkretizohen në aktivitetet zhvilluara nga zyra jone e kooperacionit për zhvillim, pra nëpërmjet programeve drejtuar për forcimit të kompetencave në Shqipëri, sidomos në fushën universitare apo në nisma drejtuar sektorit privat, mundësisht me investime të përbashkëta midis ndërmarrjeve italiane dhe atyre shqiptare. Interventi del settore privato e quindi con possibili joint venture tra imprese italiane e controparti albanesi. L'altro aspetto certamente molto importante è un Një tjetër aspekt shumë i rëndësishëm është përforcimi i përgjithshëm i lidhjeve ndërmjet universiteteve të ndryshme në sektor me teknologji të përparuar. In questa ottica proprio nel campo della cooperazione universitaria. Në këtë këndvështrim, pikrisht në fushën e bashkëpunimit universitar, ndër të tjera do të citoja veprimtarinë që zhvillohet nga Universiteti Zoja e Këshillit të Mirë, e që ka të bëjë me një sër formash bashkëpunimi me universitetet italiane, të cilat kanë mundësuar formimin e një klase drejtuese shqiptare dhe nisjen e projekteve konkrete midis universiteteve edhe në kuadër të përfitimit të fondeve europiane. Progetti di cooperazione tra università anche nell'ottica di ottenere dei fondi europei. Informacioni, njohuri dhe inovacioni janë element strategjik për të përballuar ndryshimet që rrjedhin nga evoluimi i tregjeve. Zbatimi konkret i këtyre elementëve ka të bëjë me të gjitha fazat e aktiviteteve të ndryshme ekonomike, e merr një aspekt të veçantë në fushën e bujqësisë e të ushqimit. Ky sektor, përveç rëndësisë që paraqet për Shqipërinë nga pikpamja ekonomike dhe sociale, përfaqëson edhe një nga fushat kryesore të mbështetura nga Bashkimi Evropian. Politikat e ndryshme drejtuar kësaj fushe kanë të bëjnë edhe me kontributin në përmirësimin e platformave rurale, specializimin e operatorëve të sektorit, përmirësimin e kapaciteteve dhe teknikave bujqësore, përmirësimin e mbledhjes, përhapjes, përdorimit e publikimit e informacioneve, si dhe të përmirësimit të sistemeve të informimit në treg. Nevojat për modernizim teknologjik kanë çuar në rritjen e shërbimeve informatike e atyre të komunikacionit. Sipas një studimi të kryer nga Shoqata Shqiptare e Teknologjisë së Informacionit, tregu në Shqipëri, referuar këtij sektori, vlerësohet në $190 milion dhe përgjatë vitit 2011, sektori në fjalë ka shënuar një rritje prej 1.4%. Numri i kompanive përllogaritet në rreth 1800, prej të cilave vetëm 12% ka një xhiro vjetore më të madhe se 3 milion euro. Pjesa më e madhe e kompanive, rreth 37%, ka si aktivitet kryesor shitjen dhe shpërndarjen. Vijojnë shërbimet e konsulencës e të zgjidhjeve në informacion dhe teknologji me rreth 24%, zhvillimi i faqeve të webit me 12%, shërbimet e mirëmbajtjes dhe zhvillimi i programeve kompjuterike, respektivisht me rreth 10%, formimi si dhe personalizimi apo integrimi i programeve kompjuterike përkatësisht me 3 dhe 4%. La cooperazione italiana sostiene lo sviluppo dell'Albania sin dai primi anni del 90. Kooperacioni italian mbështet zhvillimin e Shqipërisë që prej viteve 90 në të gjithë sektorët kryesor, nga infrastruktura tek shëndetësia, nga bujqësia tek sektori privat apo mbështetja institucionale e sociale. Uno dei principali obiettivi dell'assistenza italiana. Një nga pikësynimet kryesore të ndihmës italiane në Shqipëri është zhvillimi i qëndrueshëm,
Mbështetet pra përforcimi I sistemit prodhues si dhe menaxhimi I qëndrueshëm I burimeve të vendit. Ed anche la gestione sostenibile delle risorse del paese. In questo ambito la cooperazione italiana Në këtë kuadër, kooperacioni italian ka mbështetur projekte të rëndësishme për rehabilitimin, modernizimin e rrjeteve rrugore, hidrike si dhe elektrike. Kjo jo vetëm për përmirësimin e kushteve të jetesës së popullsisë shqiptare, por edhe për realizimin e infrastrukturave bazë që bëjnë të mundur lëvizjen e mallrave të prodhuara nga ndërmarrjet. Alle imprese di produrre le merci di circolare. Altre due aree importanti per Dy fusha të tjera të rëndësishme për zhvillimin e vendit të mbështetura nga kooperacioni italian janë sektori I bujqësisë dhe zhvillimi I sektorit privat. Per quanto riguarda il sostegno all'agricoltura, attualmente l'Italia Për sa I përket bujqësisë, aktualisht Italia ka financuar 3 programe me një shumë totale prej 10 milionë euro për realizimin e projekteve në partneritet me Ministerinë e Bujqësisë. Di partenariato con il Ministero dell'Agricoltura. La cooperazione italiana ha attivato una linea di credito. Operacioni italian ka aktivizuar një linjë kredie dhe një fond garancie për ndërmarrjet e vogla e të mesme me një vlerë prej 44 milionë euro. Questo contributo sono stati finanziati progetti di innovazione ed anche di Janë financuar projekte inovacioni, si dhe të modernizimit teknologjik për 80 sipërmarrje. Nga ky financim është bërë mundur blerja e makinerive, pajisjeve dhe shërbimeve italiane. Le imprese raggiunte coprono tutto il territorio nazionale. E sono imprese che Kompanitë që kanë përfituar mbulojnë të gjithë territorin dhe përfaqësojnë të gjithë sferën prodhuese të vendit. Abbiamo anche società che Për të përmendur disa prej tyre, bëhet fjalë për sipërmarrje të sektorit të ndërtimit, të agroindustrisë, në veçanti të sektorit peshkimit dhe industrisë së prodhimit të qumshtit, shoqëri që operojnë në përpunimin e tekstilit, të mermerit si dhe të drurit. Quindi solo per citare alcuni di essi. Afërsia ndërmjet Italisë dhe Shqipërisë përfaqëson një mundësi konkrete, pasi është pikërisht ky aspekt që e bën Italinë edhe investuesin e parë në lidhje me numrin e sipërmarrjeve që operojnë në Shqipëri. Prania e sipërmarrjeve italiane sigurohet nga rreth 400 ndërmarrje të vogla e të mesme, aktive në sektor të ndryshëm strategjik të ekonomisë, si energjia, ndërtimi, infrastruktura, sektori tekstile e këpucë, ai agro-ushqimor, call center e të tjerë. Në shëndetësi operon struktura spitalore e Salus me rreth 60 të punësuar. Spitali mbështetet në 30 mjek italian të përkrahur nga mjekët shqiptar. Pjesa më e madhe e mjekëve italian janë me rotacion. Kjo strukturë ka gjithashtu pajisje të pajtueshme me mjedisin, si për shembull përdorimi I paneleve solar për vetëmjaftueshmërinë energjetike. Salus ofron shërbime ambulatore në specialitete të ndryshme mjekësore dhe kirurgjike, ndër të cilat kirurgjia e përgjithshme, ortopedia dhe onkologjia. Misioni I Salus është etika, qartësia në çmimet e aplikuara dhe profesionalizmi. Struktura I ofron pacientëve kura dhe shërbime mjekësore duke u mbështetur në materiale dhe teknologji të përparuara italiane. Shumë vëmendje I kushtohet parandalimit të sëmundjeve me fokus parandalimin onkologjik. Në tregun shqiptar operojnë edhe 2 banka italiane, Veneto Banca dhe Intesa San Paolo Bank Albania. Veneto Banca nga viti 2008 është pjesë e grupit Veneto Banca, një nga 10 grupet bankare më të mëdha të Italisë. Inovacioni qëndron pikërisht në këtë bankë të re, me një rrjet filialesh në shtrirje të vazhdueshme, 12 aktuale, 3 filiale në pritje të hapjes. Ajo që dallon veprimtarinë e kësaj banke është shpejtësia në përgjigjet dhe shërbimet ndaj klientëve. Veneto Banca ka një klientel të larmishme, pjesa më e madhe e së cilës është shqiptare. Veneto Banca I vjen në ndihmë ndërmarrjeve të vogla e të mesme që operojnë në sektor të ndryshëm të ekonomisë. Intesa San Paolo Bank Albania operon në territorin shqiptar me 32 filiale, rreth 150.000 klientë, shumica e të cilëve pjesë e grupit Intesa San Paolo në Itali. Inovacioni është tepër I rëndësishëm për këtë bankë. Shumë vëmendje I kushtohet zbatimit në Shqipëri të praktikave më të mira në lidhje me proceset e punës së grupit Intesa San Paolo, I pranishëm në Itali e në Europë. Kjo bank po investon shumë në përmirësimin e shërbimeve nëpërmjet importit nga Italia të pajisjeve operative bankare, fryti I teknologjive të përparuara.
vitet e fundit, qeveria shqiptare ka miratuar fillimisht në 2011 një strategji të veçantë për mbështetjen e sipërmarrjeve të mesme dhe të vogla me fokus inovacionin. Për këtë arsye është krijuar një departament i veçantë brenda Agjencisë Shqiptare Zhvillimit të Investimeve me fokus inovacionin dhe nxitjen e një kulture inovative tek sipërmarrjet e vogla dhe të mesme. Konstatojmë në fakt me shumë kënaqësi që përveç aktiviteteve brenda mandatit të kësaj agjencie janë ndërmarrë edhe një sër iniciativash me mbështetje të një sër aktorëve dhe kryesisht IÇES për të nxitur inovacionin apo për të sjellë praktikat më të mira nga një vend siç është Italia dhe për të krijuar mundësitë e shkëmbimeve ndërmjet sipërmarrjeve shqiptare dhe atyre italiane me fokus përmirësimin, nxitjen e një kulture inovative dhe kryesisht përmirësimin e teknologjive në dispozicion të ndërmarrjeve shqiptare. Përveç miratimit të strategjisë për inovacionin e biznesit, qeveria shqiptare ndërmori hapin e parë për të mbështetur edhe me një masë të butë nxitjen e një kulture inovative, siç ishte krijimi i Fondit të Inovacionit. Ky vjen si një masë e cila i bashkëlidhet një sër mbështetjesh që qeveria ka ndërmarrë për sipërmarrjet e vogla dhe të mesme, por specifikisht targeton ato kompani të cilat kanë nevojë për përmirësime dhe në fazën e parë jep grante të vogla për ndërmarrjet shqiptare të cilat duan të zhvillojnë një auditim të tyre për të parë nevojat për përmirësim dhe që mund përdoret gjithashtu për të ndërmarrë misione për identifikimin e teknologjive të reja. Në të njëjtën kohë, agjencia ka ndërmarrë edhe një sër aktivitetesh të cilat synojnë targetimin e ndërkombëtarizimit të ndërmarrjeve shqiptare, pra kontaktet me kompanitë e huaja të cilat mund t'i ofrojnë përmirësim qoftë menaxhimit, qoftë sistemeve që ndërmarrjet shqiptare përdorin, siç janë edhe ato të shkëmbimit me sipërmarrjeve italiane dhe shqiptare. Përveç kësaj që prej vitit që shkoi, Shqipëria është dhe pjesë e rrjetit evropian të ndërmarrjeve dhe përbëhet nga një konsorcium të cilin e drejton AIDA, ka në përbërje të saj si institucione shtetërore, ashtu edhe Unionin e Industrisë dhe Tregtisë të Shqipërisë, dhe misioni kryesor është që Shqipëria të bëhet pjesë e një networku të ndërmarrjeve të vogla dhe të mesme, ku kompanitë shqiptare nëpërmjet ngritjes së profileve të tyre të identifikojnë partner, qoftë në teknologji të reja, qoftë në nevojat për konsulencë jashtë kufijve të Shqipërisë, me synimin përfundimtar ndërkombëtarizimin e tyre.